martë që është dhe një ditë shumë ndikuese në lidhje me çështjet e punës, lidhje me çështjet e ndryshimeve. Hëna në shqiptar mbart shumë gjëra, të zjarrta, të shpejta dhe të rëndësishme. Ka të bëjë shumë me ndikimin të menduarit dhe për të ecur përpara, të thyeni kufizimet, por meqense Mërkuri në shenjën e peshqve do të thotë që të mendoni mirë, pavarësisht se sa dëshironi të hapni horizontin tuaj, sepse horizontet kanë bënë shumë me anën e gjërave dijes dhe jo vetëm, por me saktësi. Është shumë e përshtatshme kjo ditë shkëmbimi idesh, vizione dhe ndikime shoqëri dhe ekonomi. Por do keni pak vëmendjen në planet e nxituara, sepse nuk është në të mirën tuaj. Nëse keni një mundësi të tillë, atëherë jeni në kohën e duhur.